Dy persona humbën jetën nga një valë sulmesh me raketa dhe dron ndaj kryeqytetit të Ukrainës Kiev. Kryebashkiaku i tij Vitali Klitschko deklaroi se Kievi nuk ishte përballur me një sulm kaq të fuqishëm që nga pranvera. Armiku ka zhvilluar sulme të kombinuara duke përdorur dron dhe raketa, u shpreh ai. Shpërtime të mëdha janë raportuar po ashtu dhe në Odesa dhe në rajonin Çerkasi. Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka kryer atë që duket të jetë sulmi më i madh me dron në tokën ruse që kur Moska nisi pushtimin 18 muaj më parë. 6 rajone ruse u goditën nga sulme me dron gjatë natës mes 29 dhe 30 gushtit dhe duket se bombardimet në Kiev kanë qenë një formë shpagimi. Sulme me dron në Moskë në fakt po bëhen më të shpeshta. Megjithse efekti i tyre është relativisht modest, dronët ukrainas po sulmojnë për herë më shumë objektiva në kryeqendrën e Rusisë. Ekspertët besojnë se Kievi është duke ndjekur disa qëllime të përcaktuara dhe presin një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës. Një prej këtyre qëllimeve është dërgimi një mesazhi të fuqishëm mediatik si për botën ashtu edhe për qytetarët e saj se Ukraina nuk është pasive, por mund të përgjigjet agresionit të Rusisë. Një synim tjetër është të provokojë reagime të pamatura dhe të dhunshme, të tilla si mbytyja e një anije mallrash turke, e cila do të krijonte probleme të mëdha për Rusinë me Erdoganin, që Moska në fakt dëshiron t'i shmangë.